shumë i emocionum që 2 prej shokët mi ma të ngusht kësaj shtëpie jon ka martohen. Penini një dhimbje shumë të madhe në shtëpinë, po prapë se prapë funditës dashuria le të triumfoj. Ka histori dashurie që lindin ngadalë, pa plane, thjesht duke jetuar jetën ditë pas dite. Sot nuk po bashkojnë vetëm 2 njerëz, por 2 shpirta që u njohen pa kërkuar njëri tjetrin dhe e gjetën në mënyrën më të papritur. 83 ditë i sollen deri këtu. Një jetë e tërë ju pret përpara. Para se me vazhdu tutje, kisha pas qejf me ditë se është dikush kundër ose a ka dikush diçka me shtu, për ndryshe le të hesht për gjithmonë. Normal që jom kundër. Për kundrazi uroj suksese çiftit të ri, ma të mirat njete dhe ultra shoqofshi. Klod, a e pranon Elionën për grua, në të mirë dhe në të keqe, derisa loja e Big Brother t'ju ndaj? Po, e pranoj. Eli, a e pranon ti Klodin për burr, në të mirë dhe në të keqe, derisa loja e Big Brother të ju ndaj? Mund të apusësh nuk se në Klod. Në emocione, o zot. Qa kja të ngorë? Po du mi dhuru diçka Klodit. Qka është ajo? Hajde urime. Edhe pse u martu, po prapë se prapë. Mere, Chelsea e dashnis tem. Ishte le ta mban Chelsea e dashnis tem, që e kom ta i Klodit. Le ta din që zemrem I përket ati? derisa ta harroj, derisa kam u mundu me harru. Sure.